Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilët kanë autorizuar Wesley Clark që të dëshmojë në gjykimin ndaj Hashim Thaqit, Kadri Veselit, Recep Selimit dhe Jakub Kresniqit, kanë kërkuar masa që parashihen sipas rregullores 107, konkretisht autorizimeve të ofruesit të informacionit. Sipas vendimit të trupit gjykues për aprovimin e këtyre masave për lejimin e mbrojtjes që dëshmia e Clark të shtohet në listën e provave, thuhet se ato i ka kushtëzuar ofruesit i informacionit dhe që është institucioni ku më parë ka punuar Clark. Këto masa nuk ishin kundërshtuar nga palët, raporton Betimi për Drejtësi. Dëshmia Wesley Clark është e kufizuar në tema të përcaktuara si përfshirja e tij në Kosovë në vitet 98 dhe 99. Do të fokusohet vetëm në përfshirjen dhe vëzhgimet e tij në konferencën e Rambujës, pasojat e saj dhe rolet e ushtrisë shërimtare të Kosovës. Po ashtu, ai do të flasë për rolin e Hashim Thaqit për demilitarizimin e UÇK-s pas luftës, si dhe biseda e takime që kanë pasur së bashku me tani të akuzuarin. Veç kësaj, Wesley Clark do të flasë edhe për njohuritë e tij për infrastrukturën e organizimit të UÇK-s dhe strukturën e saj, vëzhgimet e tij mbi nivelin e kontrollit të Thaqit mbi UÇK-n dhe për përshtypjen e tij për zinxhirin komandues të UÇK-s. Në këtë linjë, Wesley Clark do të flasë edhe për aktet e dhunës brenda Kosovës nga forcat serbe dhe shqiptarët e Kosovës, si dhe pikpamjen e tij mbi aftësitë e UÇK-s, komandantëve të saj, si dhe Thaqin për të parandaluar dhe kontrolluar aktet e dhunës. Si masë e parë është vendosur që kundër pyetjet të jenë të kufizuara vetëm në pyetjen kryesore, si dhe në çështje që lidhen me besueshmërinë e dëshmitarit. Si masë e dytë është vendosur që dëshmitari mund të refuzojë të përgjigjet në pyetjet të cilat kanë përgjigje konfidenciale. E po ashtu, si masë e tretë është vendosur që përfaqësuesit dhe dhënësit e informacionit të jenë të pranishme. Gjatë dëshmisë së Clark, ndërsa si masë e katërt është thënë se dëshmitari nuk është autorizuar që të dëshmojë për ndonjë çështje tjetër, veç sa asaj që është thënë më sipër. Trupi gjykues kishte thënë se në rast se dëshmitari refuzon të mos përgjigjet për shkak të konfidencialitetit, trupi gjykues, duke u bazuar në rregullën 107, nuk mund ta detyrojë atë dhe as të urdhërojë pranimin e provave shtesë përtej autorizimeve të ofruesit të informacionit. Trupi gjykues e ka quajtur relevante deklaratën e Wesley Clark, duke thënë se mund t'i ndihmojë ata në vërtetimin e fakteve dhe rrethanave relevante të kësaj çështje. Si rrjedhoi, ka pranuar vendosjen e këtyre masave përveç se të katrës. Kurse për masën e katërt, trupi gjykues ka thënë se mbrojtja e Thaqit mund të mos jetë mjaftueshëm e informuar për të identifikuar pyetjet ku interesat e ofruesit të informacionit mund të preken. Po sipas tyre, prania në sallë e përfaqësuesve të ofruesit të informacionit do të ndihmojë që këto çështje të adresohen. Por rrjedhoi u vendos që edhe masa e katërt është e nevojshme për t'u aprovuar. Ndërkohë, me 15 prill të 2025, prokuroria ka njoftuar se ka përfunduar paraqitjen e provave në këtë rast, ndërsa mbrojtja kishte bërë kërkesë sipas rregullores 130, e cila parasheh kërkesën për refuzimin e ndonjë akuze apo akuzave në tërësi në akt akuzë. Vendimi për këtë kërkesë u mor me 16 korrik, sipas kryetarit të trupit gjykues Charles Smith III. Ajo që kishte kërkuar mbrojtja ishte mos mbështetje në pretendimet për krime lufte që kanë të bëjnë me incidente që kanë ndodhur para majit të 98-s dhe pas 20 qershorit të 99-s. Trupi gjykues vëren se incidentet dhe ngjarjet që kanë ndodhur në atë kohë që kundërshtohen prej mbrojtjes nuk janë akuza brenda kuptimit të rregullores 130 ta kryetarit trupit të gjykues Charles Smith III. Si rrjedhoi, ishte rrëzuar mocioni me arsyetimin se trupi gjykues se ka autoritetin për të rrëzuar materialet që përbëjnë akuzat që kanë të bëjnë me shkaqe kohore. Ndërsa po të njëjtën ditë, mbrojtja e viktimave kishte paraqitur provat e veta, duke thirrur 2 dëshmitarë ekspert për të dëshmuar njëkohësisht. Përveç se që dëshmuan me 16 korrik, dëshmia e tyre vazhdoi edhe me 17 duke përfunduar edhe marrjen e dëshmive të dëshmitarëve të mbrojtjes së viktimave. Zyra e prokurorit të specializuar me 30 shtator ka dorëzuar akt akuzën e konfirmuar të ndryshuar ndaj Hashim Thaqit, Kadri Veselit, Jakub Kresniqit dhe Recep Selimit, e cila përbëhet nga 10 pika me akuza, ku këtu ka përfunduar
dhe ka ngarkuar me akuzën për krime lufte e krime kundër njerëzimit. Me 29 prill të 2022-shit, zyra e prokurorit të specializuar kishte dorëzuar një akt akuzë të ndryshuar ndaj Thaçit, Veselit, Selimit dhe Kresniqit, ku pretendohet se të katërt akuzuarit kanë kryer krime lufte në Gjilan, Budakov e Semetisht. Me 9 nëntor të 2020-s, në paraqitjen e tyre të parë, Jakub Kresniqi e Hashim Thaçi u deklaruan të pafajshëm për akuzat që u janë ngarkuar të njëjtën gjë, deklaruan edhe Kadri Veseli në paraqitjen e tij me 10 nëntor dhe Recep Selimi me 11 nëntor. Aktakuza ndaj Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Recep Selimit dhe Jakub Kresniqit është konfirmuar me 26 tetor të 2020-s, ndërsa sot bëhen 5 vjet që 4 ish komandantët e UÇK-s vazhdojnë të qëndrojnë në ambientet e paraburgimit në Hag.